Do t'jetë befasia, ja ku e ke mundësinë. Si shtimja që është në zgjedhjet e kaluara lokale, besoj Fushë Kosova në këto zgjedhje do t'jetë një befasi tjetër. U përmend edhe më herët qytetarët janë lodhur nga qeverisja shumë e gjatë e partisë LDK-s, por edhe pse ndoshta në minutat e fundit LDK-ja ka bërë një veprim të taktik të mençur, po më duket që edhe pse njerëzit kanë respekt për karrierën e zotit Besnik Osmani, më duket që ky do t'i marrë ndëshkimet e partisë së tij, veçanërisht kandidatit që ka qenë deri tani. Nëse nuk gaboj, njëri ndër kandidatët ose kandidati më i vjetër që ka udhëhequr një komunë, rekorderi i mandateve. Pra, ky do t'i marrë ndëshkimet e atij kandidati dhe si rezultat gjasat janë shumë të mëdha që do të kemi rotacion politik më në fund në Fushë Kosovë, gjë që është lajm i mirë. Tashti, ky ndoshta valën për breza për shkak se ka shumë probleme në Fushë Kosovë, ndoshta sens ka më shumë me bë, por besoj që rotacion politik partinë a kandidatin. Po dhe partinë, se kandidati vetë. Kandidati s'është rotacion, kandidati është i ri. Po që po thonë tash për Uranin, po thonë një mire, po bëm fushate, dush me aksyr ekipën sa i vetë s'ka me punu. Dallimi këto, ata votojnë për partinë e për kandidatin. Nuk punon vetë, kandidati s'punon vetë, du t'i pasja 50 veta mbrapa. Votojnë për partinë e kandidatin në komuna. Nuk votojnë veç për kandidatin, ma shumë është të theksuar në Prishtinë veç kandidati, po... Në Fushë Kosovë? Për shembull, Besnik Tahiri i AK-s ka qenë një kandidat jashtëzakonisht i përgatitëm, po për shkak të partisë, veç pak dhe ta marrë ta shembull, kitë pak durim, për shkak të partisë ai është dënu, edhe s'ka mujt me tutje. Pra, është edhe partia e rëndësishme edhe kandidatura, po më shumë fatkeqësisht është partia. Edhe në këtë rast, edhe kandidatura në këtë rast mund të jetë ashtu, sepse kandidaturat e vetëvendosjes më herët kanë dështuar në mënyrë katastrofike. Këtë rast, ndoshta personi në fjalë është një tip që